Kjo është një epizod shumë i dobishëm për të gjithë ju, qoftë ju që dini not apo ju që ende se keni provuar. Përmendet si një nga aktivitetet më të plota. Kohën e fundit noti po shfrytëzohet ose po përdoret as si rehabilitim. Edhe nëse dikush nuk don mu bo notar profesionist, ja vlen prapë me mësu notën. E pikërisht nervi vagus do me thonë është i lidhur ngushtë me proceset e qetësimit trupit, reduktimin e stresit. Kryesisht notë relaks në qëndrimin mbi ujë, pothuajse 92% të fëmijëve të cilët e ndjekin kursin e notit janë rekomandim nga mjekët. Sa rrezikojnë ata që nuk dinë not? Personat e cilët nuk dimin ato, jo rrezikohet jeta. Po nëse dikush nuk e ka mësu notin deri në moshat e shtyra, a mundet me mësu në atë moshë? Do me tha, është noti për gjitha moshat? Kena edhe kësa raste që moshës 16-17. E personat me nevojat veçanta, a i mësoni notin edhe nëse po sa është e vështirë? Ka një herë është një kënaqësi shumë e madhe me punu me ta. Ka shumë persona që kanë frikë ose fobi nga uji. Frika ndaj ujit nuk është që kanë, por e fitojnë. Sa dallon në përvojë noti në pishinë edhe në dete? Nëse shohim dikën që po mbytet, çka duhet me bo, veçanërisht nëse edhe ne vetë jemi në ujë të thellë? Kjo instikti njerëzor gjithmonë i jep për mi ndihmu dikojna. Nëse kushtimisht tonë, më mirë është me shku një jetë sa 2 jetë. Qëndroni të sigurt dhe kujdesuni për veten.